Kështu se mundi me marrë fjallën cili doni për juve, bëjrëm, Allah në Allah bereqet, këtë davet, që të bani. Allahumma amin. Amin. Selam aleikum edhe njerë vllaznive të gjithëve këtu që janë live sonte të vllai ju. Ashtu ka dashur Allahu sa që jep të buktu. Inshallah Allahu t'ju tep bereqet, Allah inshallah shpërblet. Sot do të na tregon vllazët e mi për ajetin El Asr. Do të na shpjegon domethënë ajetin komplet që të kuptojmë çka do të thonë ajeti El Asr. Ashtu t'japi fjallën Orhanit edhe mund të më spjegoj. Me bismillah inshallah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të dashurit e mi, paqja, mirësitë dhe bekimet e Allahut të lartësuar qofshin mbi të gjithë ju. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit, falënderimet dhe lavdërimet të panumërta dhe prej tërësisë të zemrës i takojnë Allahut te bareke wa taala. Salavatet dhe selamet u përcjellëm të dërguarit e tij Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes të tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe të gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit dhe më pas. Të dashurit e mi, edhe pse shumica besa disa që na njohin, ata e din që unë dhe vllai me Abu Bekri, gjithashtu edhe Abdullahu, nuk marrim pjesë në live të ndryshëm, kështu që Fatmiri na ka na ka thirrë disa herë, kështu që nuk patëm adin qef mja prish shefin, besa dhe dojmë për hir të Allahut te bareke ve taala, jo që ne i refuzojmë live-et të tjera mirë, po ne nuk e shohim vetën aty, sepse ne jemi davexhi, jemi daji, thrasim vetëm në aty çka kemi mësuar. E kështu që kur po kyçim edhe në për live-et tjera, po shtrojmë pyetje, e kështu që ne po frigohemi, mos po bëjmë të një gabim dhe pe hidhërojmë Allahun te bareke ve taala. Sepse për me fol për dinin Allahut te bareke ve taala nuk është lehtë, është vështirë. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, ai që gënjen me qëllim për dinin Allahut te bareke ve taala, le ta merr lirisht një karrik dhe midis xhenemit ka me pas një karrik, domethënë. Domethënë ulësi aty ka me qenë midis xhenemit. Allahu na ruajt ya rabbel alamin. Allahumma amin. E kështu që po mundohemi për hir të Allahut te bareke ve taala ta këshillojmë njëri tjetrin, ta motivojmë njëri tjetrin, të flasim rreth namazit, rreth domethënë temave të lehta që neve na takojnë si fillestar. Përndryshe, elhamdulillah, sa i përket temave të vështira, i kemi hoxhallart, walhamdulillahi rabbil alamin, që po na freskojnë, po na i kënaqin shpirtet të tonë e kështu me radhë. E fatmirt, faleminderit edhe herë shumë për thirrje. E lut Allahun te bareke ve taala që ty Allahu me don bereqet këtë live, Allahu me shpërblej pafund dhe Allahu me të plotësuar të gjitha dëshirat e tua që e ke, e Allahu qoftë fillimisht i kënaqur me mua, me vllain tim, me vllain tim Abdullahin, me ty Fatmir, e me të gjithë vëllezërit dhe motrat e tona këto që i kemi. Amin inshallah. Amin. Amin. E lutem Allahun te bareke ve taala që kur dalmi të gjithë nga ky mexhlis ashtu quajtur, që Allahu te bareke ve taala më na i fal të gjitha mëkatet, e me bo Allahu te bareke ve taala kët live me bo sebeb që kur dalmi para madhërisë se Allahu xhelle fi ula, që Allah me thonë, o robërit e mi, keni qenë në një live të Fatmiri, aty ka pas bereqet, aty unë dëgjuar fjallë Allahut, aty janë qetësuar zemrat e besimtarve, aty janë forcuar zemrat e besimtarve, aty është mbushur imani i besimtarve, e kështu që o robërit e mi, unë jam i kënaqur me ju, e hyni në xhenetin tim. E lusëm Allahun te bareke ve taala edhe një jetëm që Allah me na bë për banorëve të xhenetit. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Të dashurit e mi, sot do të flasim rreth surës El Asr bi idhnillahi te bareke ve taala.
Sura El Asr është radhitur në mushaf me numër 103 të dashurit e mi. E zbritur është në Mekë dhe posedon 3 ajete kuranore të shkurta me porosi dhe mësime jetësore në aspektin e vërtyteve të larta të moralit, besimit islam dhe suksesit në të 2 botërat të dashurit e mi, shfrytëzimin e kohës dhe mbrojtjen nga humbja dhe shkatërimi. Të dashurit e mi, ta shikojmë se çfarë thoshte Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala në lidhje me këtë sure. Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala thoshte mos kishte me zbritur Allahu Gjelle fi ula ndonjë sure tjetër përveç kësaj, kjo sure kishte me mjaftuar për ne. Allahu Ekber, do më thonë çfarë sure e vlerëshme për ne. E përsëris edhe një herë të dashurit e mi. Do më thonë, thot Imam Shafi'iu rahimahullahu ta'ala, mos kishte me zbritur Allahu Gjelle fi ula ndonjë sure tjetër përveç kësaj të dashurit e mi, surës El Asr, kjo sure kishte me mjaftuar për ne. Allahu Ekber, çfarë mesazhi nga Imam Shafi'iu rahimahullahu ta'ala. Asr, në vargun e parë të kësaj sure do të thot pas dite, por edhe kohë të dashurit e mi, ose mosh. Kështu që vargu i parë mund të përkthehet edhe si pasha kohën. Wal asr, pasha kohën. Si pas disa komentuesve kuranor, koha ose mosha i referohet moshës së pejgamberit alayhi salatu wasalam, e cila ishte një moshë e mirë për shkak të ardhjes së tij dhe impulzeve të reja të fesë, të dashurit e mi. Sipas dietarëve të tjerë, kjo fjalë do thotë për Zotin e kohës, do më thonë për Allahun Gjelle fi ula. Një grup tjetër komentues kuranor mbajnë pikpamjen se El Asr i referohet namazit të pasdites. Në arabisht që quhet edhe El Asr, shkurt në vend të Salatul Asr, ose sikurse tek ne që është e mirënjohur sikurse namazi i ikindis, të dashurit e mi. Prej fjalëve të ulemave është se betimi i Allahu Gjelle fi ula në kohën është për qëllimin namazi i ikindis. Andaj kush e humb, subhanallah, kush e humb namazin e ikindis, është sikurse me humb pasurin dhe familjen e tij. Allahu Ekber. Do më thonë, ata persona që e humbin namazin e ikindis, është sikurse me humb të gjithë pasurinë e tyre që e kanë dhe të gjithë familjen e tyre. Allahu Ekber. Allahu te bareke ve taala betohet ku do ai. Do më thonë, Allahu te bareke ve taala betohet ku do ai. Dhe çfarë do ai? Por kur Allahu te bareke ve taala betohet në diçka, aludon se ajo ka vlerë dhe peshë të madhe të dashurit e mi tek ai. Ta njohim vlerën e kohës, veçanërisht vlerën e namazit të ikindis, dhe ta shfrytëzojmë kohën në bindje dhe adhurim të Allahut Gjelle fi ula. Në parim, njerëzit janë në humbje. Në parim, njerëzit janë në humbje, përveç atyre që Allahu te bareke ve taala u jep sukses dhe u ndihmon drejt mirësive. Allahu Ekber. Arritja e shpëtimit në 2 botrat e dashurit e mi ka kushte dhe parime. Nëse ato përmbushen, vjen suksesi dhe shpëtimi. Allahu Ekber. Pyetja shtrohet, cilat janë kushtet? Apo, kushtet në fjalë janë, fillimisht dituria, ilm, pastaj puna, amilu, pastaj thirrja, wa tawassaw bil haqqi, pastaj për fund sabri, durimi të dashurit e mi. E këto janë kushtet. Të dashurit e mi, në Al-Asr thot Allah te bareke ve taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Allahu Gjelle fi ula thot, wal asr, pasha kohën. Allahu Gjelle fi ula betohet në kohën. Mirë po pyetja shtrohet, pse Allahu Gjelle fi ula betohet në kohë të dashurit e mi? Fillimisht, Allahu te bareke ve taala ka drejt të betohet në çfarë don ai te bareke ve taala. Pse? Sepse ai është krijuesi i gjithçkaje te bareke ve taala. Kurse ne, robërit e tij të dashurit e mi, nuk kemi drejt të betohemi në asgjë tjetër përveç se në emër të tij, në emër të Allahut te bareke ve taala. Nuk kemi drejt të betohemi as në bab, as në nan, ose në fëmijë e kështu me radhë, përveç se në Allahun te bareke ve taala. Kurse Allahu Gjelle Gjelaluhu, që është edhe më herët, e drejta e tij është të betohet në çfarë don ai Gjelle fi ula. Allahu te bareke ve taala fillimisht betohet në kohën sepse koha është pasuria më e madhe dhe më shtrejta që njeriu mundet me pas. La ilaha illallah. La ilaha illallah të dashurit e mi. Domethënë secili prej nesh e ka një kohë të caktuar dhe më varet se qysh e ka shfrytzuar për të mirë ose për të keqe. Domethënë ose ka shfrytzuar për xhehenem, Allahu na ruajt, ose për el gjennet të dashurit e mi. Allahu na mundsof, thuani Allahumma amin të dashurit e mi. Allahumma amin. Sa i përket kohës të dashurit e mi, koha është e shtrejt. Wallahi billahi tallahi. Koha është e shtrejt sepse brenda kohës ndodhin gjëra që ato na pëlqejnë dhe ato që nuk na pëlqejnë. Sepse në këtë vend ku jetojmë është vend i sprovave të dashurit e mi. Sepse dallimi mes xhenetit dhe dunjas është që ne në këtë vend ku jetojmë, do të thonë në këtë botë, sprovohemi me sprova të ndryshme. Kurse në xhenet të dashurit e mi shpërblehemi dhe nuk ka sprova. Do të thonë dallimi e Abu Bakr është që dallimi mes el xhenne dhe dunjas është që këtu Allah te bareke ve taala na ka sjell për të na sprovuar. E vërtetë. Kurse në ahiret atje nuk ka mos sprova. Përkundrazi atje ka vetëm çka kënaqësi. Allahu ekber. Allahu na mundsof xhenetin të dashurit e mi. La ilaha illallah. Allahumma amin. Shembull të dashurit e mi. Dikush lind ose vdes, dikush martohet ose ndahet, dikush pasurohet ose varfërohet, kurse dikush tjetër sëmohet ose sherohet, e kështu me radhë të dashurit e mi. Domethënë Allahu te bareke ve taala na sprovon që ne mbas këtyre sfidave ose përfitojmë ose humbim, që do të thot ose e gjejmë kënaqësinë e Allahu Gjelle fi ula, ose çka hidhirimin e tij, ose hidhirimin e tij Allahu te bareke ve taala na ruajt ja Rabbel alamin. Mirë po pyetja shtrohet të dashurit e mi, pyetja shtrohet, a jemi falendërues ndaj Allahu Gjelle fi ula për këtë mundësi dhe begati që na ka dhuruar, që ne ta fitojmë xhenetin e tij. Allahu ekber. Wallahi, uqsimu billahi l'azim. Allahu na ka krijuar me plot dëshirën e tij që ne vetëm ta fitojmë xhenetin e tij. La ilaha illallah. Por sot rinia dhe disa të moshuar janë duke harxhuar kohën e tyre të shtrejtë në përrjete sociale, do më thonë në përlive të ndryshme, dasma, diskoteka, ku pijet alkoholi, ku ndëgjohet muzika, ose në shisha bars, ku luhet bigjozi, ku bëhet zinaja e kështu me radhë. Allahu na ruajt ja Rabbil alamin. Kurse në vend të dashurit e mi, ndëgjani me vëmendje, wallahi, kurse në vend që ne me shfrytzu kohën dhe me harxhu aty ku Allahu te bareke ve taala është i kënaqur me ne, domethënë të dashurit e mi, të dashur vëllezër dhe motra, domethënë në namaz, në lexim të Kuranit, ose e lexojmë ndonjë libër të haditheve, ose e shikojmë ndonjë ligjërat me familje së bashku e kështu me radhë. Domethënë nëse këtë mënyrë jemi duke vepruar dhe harxhu kohën tonë, atëherë e falenderojmë Allahun te bareke ve taala shumë. Pse? Sepse Allahu Gjelle fi ula, po don, po na don të mirën të dashurit e mi dhe na ka mundesu që kohën tonë të shtrejtë që e kemi të dashur vëllezër dhe motra ta shfrytëzojmë
në të mirë dhe ta vlerësojmë ata. Do të thonë e vlerësojmë kohën të Allahu te bareke ve teala që na ka dhuruar. Do të thonë të dashurit e mi që Allahu xhelle fi ula betohet sepse ai e din që ne po dyshojmë. Wallahi Allahu te bareke ve teala, o vëllezër, o motrat e mia, Allahu te bareke ve teala betohet sepse ai e din që ne po dyshojmë. Nuk i besojmë Allahut bashkë çashtu çish duhet, a din? Do të thonë Allahu te bareke ve teala betohet sepse ai e din që ne po dyshojmë dhe nuk po i besojmë ashtu tamam si duhet. Çish tash dhe më herë. Do të thonë se hajt, a din, na mendojmë se hajt dyqysh hina në xhenetin e Allahut te bareke ve teala. A din, bojmë dyqysh e hin xhenetin e tij edhe pa i bëu Allahu te bareke ve teala ibadet. Pa shfrytzu kohën dhe pa i bëu Allahu te bareke ve teala ibadet, mendojmë që do të futemi në çka? Në xhenetin e tij. Kështu mendojmë disa prej neve. Allahu na fal ya rabbil alamin. Për këtë arsye Allahu te bareke ve teala betohet. Dhe thot, çka thot? Thot, domethënë Allahu te bareke ve teala po betohet, thot shfrytëzoni kohën. Shfrytëzoni kohën, vlerësoni kohën sepse kur ktheheni te kun nuk ka shpërblim përveç ata që kanë shfrytëzuar dhe kanë vlerësuar kohën e tyre. Nuk ka xhenet pa namaz. Nuk ka xhenet pa i bërë Allahu xhelle xhelaluhu ibadet. Nuk ka xhenet pa e qit ballin ton sejdë për Allahun xhelle xhelaluhu. Allahu thot çka thot? وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. Allahu te bareke ve teala thot, nuk I kam krijuar gjendet dhe njerëzit për asgjë tjetër përveç se çka? Me adhuru Allahun te bareke ve teala. Qëllimi është me adhuru Allahun ton te bareke ve teala e pastaj ato tjerat, knasitë e dynjas vijnë mas adhurimit ndaj Allahut te bareke ve teala. I po qëllimi është me adhuru Allahun xhelle xhelalu, për këtë arsye Allahu betu. Dhe thot, do të thonë Allahu te bareke ve teala u betu. Mirë po tash, interesant është që edhe njeriu betohet. Edhe ne betohemi. Interesant është që edhe njeriu betohet vetëm kur e shet që nuk po I beson dikush, apo? Nuk po I beson dikush, do të thonë, ne kur I tregojmë ndonjë personi diçka, dhe ne e vrem që ai personi nuk po na beson apo dhe nuk po bindet, atëherë çish veprojmë ne? Atëherë çish veprojmë ne të dashurit e mi? Me njëherë fillojmë me u betue. Për çka? Për me bind atë personin. Do të thonë me njëherë fillojmë me u betu, për çka? Për me bind atë person, e kështu që Allahu xhelle xhelaluhu betohet për me na bind neve. Për me na bind neve, apo që ne për me I marr fjalët e tij parasysh. Me mendu, me imagjinu se çfarë po thot Allahu xhelle xhelaluhu. Kur ta lexojmë Kur'anin, ta lexojmë me kujdesje. Çdo ajet duhet me lexu, me kuptu, me thelsu, me vepru. Atëherë thot Allahu te bareke ve teala në versetin tjetër, innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Ma të vërtet njeriu është në humbje. Allahu akbar. La ilaha illallah. Do të thonë Allah te bareke ve teala thotë që të gjithë njerëzimi është në humbje. Pa marr parasysh se kush është ai person. A është I pasur, miliarder, apo I varfër. Do të thonë pa marr parasysh se çfarë statusi ose titulli ka. Allahu xhelle xhelaluhu men një fjalë po na bën të qartë dhe thot, më të vërtet të gjithë njerëzimi është në humbje. Allahu akbar. Subhanallah. Imagjinoni të dashurit e mi kishte me qenë vetëm ky ajet dhe me përfundue. Wallahi, çka kishim me bane? Çka kishim me bane? La ilaha illallah. Dhe më thonë, nuk kishte me pas shpresë më për ne. Marfu, Allahu akbar. Dhe më thonë, ajet trishtues, la ilaha illallah. Mirë po, Allah te bareke ve teala me mëshirën e tij nuk na kalon vetëm me këtë ajet trishtues.
Shiqoni se çfarë thot Ar-Rahmani. Shiqoni se çfarë thot Ar-Rahmani i gjithëmëshirshmi. Tebareke wa taala. E në këtë ajet Allahu tebareke wa taala po i hap dyert e mëshirës. Në këtë ajet tash që vjen Allahu tebareke wa taala po i hap dyert e mëshirës dhe po na jep shpresë vëllezër dhe motra. Dhe thot illa alladhina amanu. Illa alladhina amanu. Përveç atyre që besojnë. Mirë po pyetja shtrohet, në çka me besu të dashur vëllezër? Në diell, në han, në njeri, apo në lop, në figura, në gur, në të neqe, e kështu me rob? Ja, jo, vallahi jo. Por me besu si kurse qysh kanë besua si pas një hadithi të dobet 124.000 profet. Si kurse ata që kanë besua në tauhid, në njëshmerin e Allahu te bareke wa taala. Çka do të thonë fjala tauhid? Tauhid nga ana gjuhësore, tauhid do të thonë njësimi, unifikimi, dhe vjen nga fjala arabe wahada, e cila do të thotë të njësosh të dashurit e mi. Tauhid do të thonë ehad, një. Njëshmeria e Allah te bareke wa taala. Do të thonë që Allah te bareke wa taala është një i vetëm dhe nuk ka shok. Do të thonë me besu Allah te bareke wa taala dhe me pasu të dashurin e tij Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Allahu alayhi wasallam. Kurse në ditë të dashurit e mi, atër thot Allah te bareke wa taala wa amilu salihat. Ata që bëjnë vepra të mira. Do më thonë, Allahu te bareke wa taala kërkon nga robërit e tij vepra të sinqerta. Do më thonë, të jemi të sinqert në veprat e tona dhe të garrojmë të dashur vëllezër dhe motra, të garrojmë për vepra të mira, sikurse sonte që jemi me vëllon Fatmir, apo jemi bërë së bashku për me garu për vepra të mira që ta gjejmë kënaqësinë e Allahut, që Allahu Teala të është i kënaqur me ne apo. Kështu që edhe Allahu te bareke wa taala thot, ata që bëjnë vepra të mira, do të thonë Allahu xhalla fi ula kërkon nga robërit e tij vepra të sinqerta. Do të thonë të jemi të sinqert në veprat e tona dhe të garrojmë për punë të mira, që do thotë ta mësojmë dinin e Allahu te bareke wa taala e pastaj çka ti futemi në praktik, ta lexojmë Kur'anin, të bëjmë do të thonë ta falim namazin, ta agjerojmë, ta japim zakatin, shkojmë në haxh, ta lexojmë Kur'anin, bëjmë dhikr e kështu me radhë. Do më thonë, Allahu te bareke wa taala kërkon hizmet, punë prej neve të dashurit e mi. E ju, ne të bëhemi dembela. Sepse, pasha Allahun, që shtash edhe mehet, ai që nuk e qetë balën e ti në seçde, wallahi mjeri, ai edhe une. Nuk ka xhenet për e qitë balën në seçde. Nën tre të dashurit e mi, thot Allahu te bareke wa taala, wa tawasaw bil haqqi. Ata që i këshillojnë njëri tjetrit të vërtetën. Subhanallah të dashurit e mi, e këto fillon Daveti tash. Daveti që është duke bërë Fatmiri, vëllain me mundësitë e tina, me ato që ja ka mundësu Allahu te bareke wa taala, gjithashtu Abu Bekri, Abdullahi, unë e të gjithë vëllezërit e tanë që janë duke thirrur në rrugën e Allahut te bareke wa taala. Domethënë Allahu te bareke wa taala thotë çka wa tawasaw bil haqqi. Ata që i këshillojnë njëri tjetrit të vërtetën. Subhanallah, e këto fillon Daveti të dashurit e mi që tash edhe më herët, domethënë kur ne jemi të bindur dhe besojmë Allahun te bareke wa taala, xhenetin, xhehenemin, ditën e gjykimit dhe pasojmë të dërguarin Allahut Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Domethënë edhe e kemi shijuar ëmbëlsirën e imanit. Atëherë Allahu Gjelle Gjelalu. Pastaj Allahu te bareke wa taala kërkon nga ne që edhe ne të i therasim të tjerët me atë që kemi mësuar. Të dashurit e mi, ne e dim që i dashuri i Allahut Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam thoshte, transmetohet nga Abdullah ibn Amr, se pejgamberi alayhi salatu wassalam thoshte, bellighu anni walau ayya. Përhapne ose shpërndane një ajet, një fjalë, në qoftë se është edhe nga unë.
për hapne ose shpërndonin një ajet, një fjalë nga unë. Allahu Akbar. Dhe më thonë, Alehi Sallatu Vasallam, po na urdhëron të dashërit e mi. Kjo është urdhër. Pejgamberi thot, a ki thelsu që namazin do të me falë, theri tjetë në namaz. Këtu nuk ki këtu nevoj me studiu, o vëllo. Fale namazin se pa namaz nuk ka xhenet, tjerë dhe tjerë. Agjera, jepe zekatin, shka në haqë, këtu krejti dim, elhamdulillah, me qëto thirë, qka ki mësu. Pas të qka, nëse e ki mësu ndë një ajet, e ki thëllësu, atër pëtë ndë një hoqë, ose ndë një daji, në ta vërtëton që është tamam, dil me qëto thirë. Mirë po, të jemi të kujdesshëm, që është ashtë edhe me herët, duhet të jemi të kujdesshëm në fjallin Allahut e bareke wa taala, sepse fjali Allahut është e lartë. Ne duhet me bo fjallin Allahut më të lartën. Fjalët e Allahut janë të fuqishëm, të fuqishme la ilaha illallah. Dhe për fund të dashërit e mi, thot Allahu te bareke wa taala, wa tawassaw bil haqqi, dhe nën 4, ata që i këshillojnë njëri tjetrit, do më thonë durimin, sabrin. Do më thonë ata që thras me bo sabër të dashër vëllezër dhe motra. Nëse ndodh diçka në qoftë në familje apo në shoqëri, e kështu më radh të i thret ata dhe i mëson që të bëjnë sabër të dashërit e mi. Do më thonë i thret dhe i këshillon dhe i thu, o vëllai jemi dashur, o i motra ime, bëni sabër sepse Allahu e shpërblin durimtarin, ato që e shpërblin Allah që e sprovon, Allah atë e dën, Allah atë shpërblin ata, Allah i adhuron xhelit në kështu më radhë, domethënë, e shpërndon sabrin, subhanallahu, domethënë, nëse ndodh diçka në qoftë familje ose në shoqëri, kështu më radhë ti i thret që ata të bëjnë sabër e kështu më radhë. Të dashërit e mi, dietarët e kanë ndarë durimin në 3 kategori. Sabrin e kanë ndarë në 3 kategori. Kategoria e parë në durimi për të përmbushur obligimet ndaj Zotit, ndaj Allahut te bareke wa taala, në durimi për të larguar nga ndalesat e Zotit, dhe në 3 durimi ndaj caktimeve që tash të merret te Zoti te bareke wa taala. Ato që cakton Allahu, na thojna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, për Allahut jemi dhe ta i kthehemi. Çka ndodh, ne jemi të kënaqur sepse ne themi kullu yusibana illa ma كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ne themi Allahu te bareke ve teala thot, asgjë nuk e godet robën tim. Asgjë nuk e godet robën tim përveç se ato që ka caktuar Allahu te bareke ve teala. Atë thot Allah thot, besimtarët le të mbështeten Allahu te bareke ve teala sepse Allah është mbrojtësi më i mirë. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Elos Allahun te bareke wa taala, ato që e kam qelluar për Allahut, ato që nga gabuara për meja dhe shejtanit. Vëllazër, kjo sure edhe pse i ka 3 ajete, po tefsiri është shumë edhe më i madh, mi po e kam shkurtuar sa kumujt, kështu që ju munduar më ofru vetëm disa këshilla. Elusim Allahun te bareke wa taala që pranon prej neve, Allahu qoftë i kënaqur me ju. Faleminderit shumë që keni marrë kohë. Allahu na i falë dhe na bëf banorë të xhenetit. Barakallahu fikum. Allah shpërblet vllaja, Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mashallah, subhanallah. Allah i shpërblet, Allah i shpërblet. Të më thonë vllazën dhe motra, ky ajet keqi me tregu të vërtet që koha po shumë e vlefshëm. Mos të hupum kohën ti të falmi namazin e të bëjnë atë mirat. Ty Allah shpërblet vllaja, Allah të dhosh që të mirat, na ke spjegu, na ke kënaqur zemrat. Tash e ka fjallën Agimi, e vërdes Agimi, vllon tem, edhe t'ja kemi në spiku tash pak ma qartas, edhe më në